Erik dhe Sana janë 36 dhe 32 vjeç. Ata vinë nga Hollanda bashkë me 2 fëmijët e tyre të vegjël. Ata kanë nisur një udhëtim i cili do të zgjasë më shumë se një vit dhe këtë nuk e kanë bërë duke qëndruar nëpër hotele, por në një kamper. Erik thotë se gjatë qëndrimit në Shqipëri kanë vizituar disa qytete dhe janë befasuar nga çdo gjë. Ata po vizitojnë matin ku kanë ndaluar në qytetin e Burrelit, teksa vlerësojnë mikpritjen. We had to be somewhere in winter and we thought Turkey, Greece. Dimrin duhet ta kalonim diku dhe vendosëm ta kalojmë në Turqi dhe Greqi, sepse temperaturat janë të larta, ka diell në dimër. Pas Greqisë, ne po qëndrojmë në Ballkan për të parë disa vende. Ne vendosëm të vinim në Shqipëri, pasi kemi një mik shqiptar atje në Holland. Kemi qenë në Përmet, Gjirokastër, Ksamil, Durrës. Njerëzit këtu janë të dashur, miqësor dhe donim të kalonim një kohë të mirë. Është shumë bukur të shikosh dhe të jesh pjesë e saj. Për 32 vjeçaren Sana, ky është një ndër udhëtimet që familja e saj do ta mbajë mend gjatë. The world is so beautiful and we like that we can show it to. Ne kemi nisur udhëtimin tonë në muajin gusht. Bota është shumë e bukur dhe ne po e shohim atë me fëmijët tanë. Edhe ata po e jetojnë. Është e vështirë të jesh me shumë njerëz në kamper pasi është shumë i ngushtë. Për 2-3 muajt e parë ishte jetë e vështirë, por duhet të mësohesh të përshtatesh të bësh gjërat. Kjo na ka lidhur edhe më shumë, saqë që kur flasim me miqtë tanë ju themi që nuk jemi 4, por jemi 1. Jemi lidhur aq shumë sikur njëri të largohet ne ndjej mungesën. Jam e lumtur që kjo është pjesë e jetës tonë tashmë. Pas qëndrimit në Burrel, udhëtimi i familjes nga Hollanda do të vazhdojë në shtete të tjera deri në plotësimin e periudhës së planifikuar për pushime.